Shqipëria po hyn në një fazë të re të zhvillimit turistik, ku sfida nuk është më vetëm rritja e numrit të vizitorëve, por edhe sigurimi më shumë të ardhurave nga qëndrimi i tyre. Ekspertët vlerësojnë se, mes fluksit të lartë të turistëve dhe nivelit të shpenzimeve, vazhdon të ketë një hendek dhe mungesa e shërbimeve cilësore vlerësohet si një shkak kufizues. Turistët e huaj zyrtarisht në Shqipëri shpenzojnë më pak se sa në çdo vend tjetër të rajonit. Kjo mungesë e qëndrueshmërisë së burimeve njerëzore sjell automatikisht edhe një rënje të ardhurave. Mungesa e një stafi të kualifikuar bën që turistët të kenë më pak kapacitete shpenzuese sepse kanë më pak informacion. Eksperti i turizmit, Feriol Tozuni, thotë se problematikat kryesore lidhen me cilësinë e shërbimit, mungesën e personelit të kualifikuar dhe nivelin e ulët të turistëve që rikthehen në Shqipëri. Sipas tij, vizitorët që zgjedhin vendin tonë për të dytën herë përbëjnë vetëm rreth 3% të totalit, një tregues që nxjerr në paf vështirësinë për të krijuar besnikëri ndaj destinacionit. Ne na rezulton që rikthimi i turistëve të huaj në Shqipëri është në një vlerë shumë të vogël. Ndoshta në rastin më optimal dhe më optimist, ndoshta tek 3 apo 4%. Zgjidhja, sipas ekspertit, kërkon një strategji afatgjate, investime në cilësinë e ofertës dhe ruajtjen e qëndrueshmërisë së sektorit. Kërkon kohë, strategji dhe politika, përveç se të shkruara edhe të zbatuara në mënyrën e duhur. Këto problematika mund të zgjidhen dhe mund të arrijmë tek ai turizmi i qëndrueshëm gjithëvjetor. Turistët nga Europa perëndimore vijojnë të përbëjnë pjesë më të madhe të vizitorëve të huaj. Megjithatë, gjatë 2 viteve të fundit është zgjeruar edhe tregu nga vende më të largëta si Australia, Meksika dhe Singapori. Kemi Australinë e cila vazhdon të rritet, është ekstremisht shumë larg për të marrë në konsiderat. Turistët nga Meksika vinë në Shqipëri me të paktën 2 net qëndrimi. Nga Singapori, nga Malajzia, pra destinacione që janë relativisht të largëta. Paketat turistike dhe shërbimet e operatorëve mbeten mënyra më e përdorur nga të huajt për të vizituar Shqipërinë. Turizmi individual është në rritje, por vazhdon të jetë më i kufizuar. Sipas ekspertëve, kjo lidhet me faktin se Shqipëria ende nuk ka një imazh plotësisht të konsoliduar si destinacion, ndaj më shumë vizitorë preferojnë të udhëtojnë me guida dhe programe të organizuara.